e madhe dhe Allah te bareke ve taala elshon mëshirën e tij dhe na fal. Mirë po robi është koprac. Robi në dunja nuk të fal. Para nuk u dish para Allah te zogjel që ai është në zor për sevape. Ai edhe sa fal edhe ma hiç. Për këtë arsye rujnu hakëve të njerëzve. Rujnu. Ma mirë mu kanë prej atyre që ju bojnë pa drejtësi, se sa mu kanë prej atyre të cilët ti ju ban zullum atyre. Sepse nëse të ban pa drejtësi, mbaron një ditë tjetër e kësaj dunjaje, pastaj dolmi para Allahut azza wa jall, e aty më është gjykimi i drejtë, i merr hakët e tua. A shumë e rëndë është kur i ke bë zullum dikujt, e pastaj një ditë dosh me vdekje me dal para Allahut azza wa jall, e mirë këta persona të cilët nuk e kanë dert takimin me Allahun te bareke ve taala. Allahu na rujt, Allah shpërblet për ndëgjimin. Shpresoj që këto fjalë fillimisht të bëjnë dobi mua, pastaj edhe juve si ndëgjues. Aty ku e kemi qelluar është prej Allah te bareke ve taala, ndërsa aty ku kemi gabuar është prej vetes tonë dhe prej shejtanit mallkuar. Allahu ju nderoft. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah të shpërblet të gjë për këtë letërat shumë mirë. Pa hop koha gjë, po e fillojnë me pyetjet e mia, mandej kthirmi edhe në komente do një pyetje edhe të lirohemi gjë. Veshëm ma ban me dia gjë, sot mumi kena me ndaj, sos mumi e mujnë me ndalë edhe lajfin. E që rrera hati, je musafiri i letë na. Allah të koftë. Po. Amin. Cili është fundi i ti që bën padrejti ndaj njerëzve? O gjë. Ne i përmendëm o vëlla se njeriu i cili bën padrejti normale, se fundet e zullumçarëve janë të ndryshme. Fundet e zullumçarëve janë të ndryshme. Për shembull, Firauni ka qenë zullumçar, fundi i tij dihet se si ka ardhur. Ebu Gjehli ka qenë zullumçar, fundi i tij e din se si ka ardhur. Dhe shumë prej zullumçarëve, për shembull, që kanë qenë në kohën e mëhershme, në vazhdimsi, në histori, fundi i tyre e mirë është se nuk ju vje mirë. Fundi i tyre ju vje si dënim nga ona Allah te bareke ve taala. Ashtu që përmend unë edhe ajetin, Allah azza wa jall kur e përmend wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Tha mos u mendojni mua të shkujdesur apo gaflet ndaj zullumçarëve. Tha dini se unë jam duke i prit deri në momentin kur atyre do t'ju rrotullohen syt. Ka thënë dietarët islam, zullumçarët momentin e dhënies shpirtit e kanë tron